Nuk e di çfarë mendon ti për këtë set nga pikpamja artistike. Nga pikpamja artistike, ka njolla grafike, luan me tonalitetet bardhëzi, sepse ka qenë dhe një periudhë disi, të themi në sensin e indoktrinimit të shoqërisë. Ne kemi qenë të gjithë. Doja ta anashkaloja atë tani me ty, sepse është sikur merr Francisco Goyen dhe ti nuk e pyet për mbretin, ai pikturoi familjen mbretërore spanjolle, ti e pyet për ngjyrat, ti e pyet për mjekrën, ti e pyet për vetullën. Ti e pyet për detajin. Për shembull, e ke pasur ti tmerr siç e kanë pasur unë ato çorapet e bardha? Mendoj që është një atentat i madh ndaj burrërisë fëminore. Shiko, ka dhe një lloj inocencë, një lloj pafajësie. Një lloj dorëzimi. Pra, një lloj dorëzimi, po dhe një lloj, pra, ne nuk dinim alternativën, cila mund të ishe, se është një lloj divize siç ishte në periudhën fashiste apo komuniste, kështu që je gjithmonë pjesë e një divize, po në atë kohë, në koshencë, ti nuk mund ta kuptosh sepse të mungon krahasimi. Natyrisht. Pra që të kesh një imagjinat, do gjithmonë ta kesh përjetuar ose të ta kenë transferuar, të themi, në këtë rast dajallarët apo familja, apo Duhet të qëndroj tek shalli jo aq për atë që ka përfaqësuar, por un kam qelluar në Vlorë në lokalin e një shefi shumë të famshëm vlonjat, shef kuzhine. Shef kuzhine, te bujari. Te bujo, kemi qenë dhe përveç se ajo që ndodhi ishte padyshim se ai e di që është një as i vërtet, po jo, aty ishte një pikturë jotja me plisin, po që kishte me plisin e bardhë dhe që kishte një fushë të kuqe, një kuqe që një fushë me trëndafila të kuq, që më ka bërë një përshtypje shumë të madhe. Unë them do është ta kesh dashur shumë ti atë njeriu. E kam menduar. Ndërkohë që bujari futej në kuzhinë. E kam menduar. Zije me stafin ti përfitoi. Bile ne tham konsideroj. Ne kemi vendosur variant të fshehim brenda apartamentit. Është 180, ka për masë konsiderueshme. Shkojmë në një foto tjetër. Është një divizje shumë familjare për të. Ke qenë ti një djalosh me një fizionomi të shprehur në atë kohë apo ke qenë relativisht të rrequr? Si me thënë, unë kam qenë një fëmijë. Ti e dije në atë kohë që ti do bëje këtë portret? Jo, nuk e dije, nuk mund të dije. Shoqëria e periudhës së liceut. Dua të më thuash kush është kush. Atëre, në të djathtë është Nikolini Reggio, miku im i rinis, i fëmiris, jeton dhe punon këtu në Tiranë, frekuentojmë, i takojmë gjithmonë. Altin Llaka është një kitarist, një artist i jashtëzakonshëm që njihet në gjithë skenën e artit shqiptar sot në mes jam unë me cigaren, sigurisht është ajo pjesa që kërkon të konfirmosh autoritetin e moshës, pra ti do të burrërohesh para kohë. Pas ka patur modeli i flokëve një tendencë për spektakularitet. Po e kemi gjithë pak a shumë. Po është brezi jon. Neritani që është një mik i jashtëzakonshëm, ka jetuar në Toskana, në Firenze, pastaj transferohet në kërkim të lirisë, e gjeti në ishullin e Korfuzi dhe jeton me bashortët dhe me djalin e tij. Dhe Arturi që jeton në Itali, një artist i fëmirisë, një mik i fëmirisë, jemi rritur bashkë, pra ne ishim në të njëjtën moshë, miq të shkëlqyer, djem të kohës. Por sfondi është i njëjtë akoma në 2020.